24 vende më poshtë se vjet është ranguar Kosova në indeksin vjetor të lirisë së shtypit, që e ka publikuar organizata Reporterët pa kufi. Nga 180 shtete, Kosova është renditur e 99-ta duke mbetur pas të gjitha vendeve të rajonit, përfshirë Serbinë dhe Shqipërinë. Në raportin e si vjetën theksohet se liria e medias kërcënohet nga rregullimi i politizuar, qasja e pamjaftueshme në informacionin publik dhe rreziqet sociale për sigurinë e gazetarëve. Mediat në Kosovë përpiqen ta ruajnë pluralizmin dhe të kërkojnë llogari nga pushteti, po përballen me sfida serioze si ndërhyrjet politike, sulmet ndaj gazetarëve, diskriminimi etnik dhe mungesa e zbatimit të ligjit. Gazetarët përballen me sulme politike dhe presione të vazhdueshme. Komisioni i Pavarur i Mediave është dobësuar nga reforma ligjore që rrezikon më tej pavarësinë e tij. Para zgjedhjeve të vitit 2025, disa media private u bojkotuan nga qeveria, e cila kërcënoi edhe pavarësinë e transmetuesit publik RTK. Përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës fajsuan qeverinë për rënien e Kosovës në indeksin botror të lirisë së shtypit. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e vlerëson këtë renditje si rezultat në fakt dhe reflektim i asaj çfarë ka ndodhur vitin e kaluar dhe që ka qenë një fushat vazhdimisht e njëjtë e qeverisë së Kosovës së udhëhequr nga vetëvendosja e zotit Kurti kundër mediave, gjuha absolutisht frikësuese që ka kulmuar që prej muajit nëntor dhjetor të vitit të kaluar me afrimin e fushatës zgjedhore që ka vazhduar gjatë fushatës zgjedhore, por edhe pas saj. Është momenti i fundit që të reflektojmë si shoqëri. Zëdhënësi i qeverisë në detyrë përparim Kryeziu tha se raporti nuk pasqyron korrekt situatën. Në Kosovë nuk ka pasur, as nuk do të ketë mungesë të lirisë së shtypit. Për këtë është meritore shoqëria. Ajo që ka shohim ndër vite është rënja e standardit të mediave. Kur ky standard në rënje ballafaqohet me kundërpërgjigje si nga qytetarët, ashtu edhe nga institucionet që janë subjekte të raportimeve jo profesionale, ato cilësohen si sulme dhe kërcënime, që pastaj përfshihen në raporte ndërkombëtare, si ky i Reporterëve pa kufi. Të kundërtën e thanë përfaqësues të partive që kanë qenë në opozit mandatin e shkuar. Vetëvendosja ka ndërtuar një sistem linçimi dhe friksimi, sulme të koordinuara, sulme të orkestruara me një makineri propagande që targeton çdo zë kritik, veçanërisht zërat në rrjetet sociale. Për gati 4 vjet, pushteti i Albin Kurtit ka sulmuar gazetarët, ka denigruar mediat kritike dhe ka tentuar të heshtë fjalën e lirë. Gazetarët janë etiketuar madje edhe si bashkëpunëtorë të Serbisë. Edhe në raportin e vitit të shkuar, Kosova shënoi rënje kur rrshqiti në vendin e 75 nga 56 sa ishte më 2023.